Përmes mjetit kabineti hapur të premteve, çdo qytetar mund të caktojë termin për takim me ministrin e shëndetësisë Azir Aliu, ku do të mund të shpalosin problemet dhe të japin ide. Për të premten që vjen, terminet janë të rezervuara, tregoi ai. Kjo iniciativë nuk është vetëm një shërbim, por është një qëndrim. Qëndrim se shëndetësia nuk duhet të jetë një sistem i mbyllur, por një organizëm i gjallë, një sistem që komunikon, përfshin dhe reagon në kohë. I pyetur për mungesën e terapisë te pacientët e onkologjisë, Aliu tha se do të takohet me drejtorin e klinikës për të parë nëse mungojnë pjesë të terapisë, pasi që siç tha, pacientët i kanë marrë terapitë. Mislim дека терапијата не само што е стигната, туку е и процесирана, значи дадена до пациентите. Но во понеделник дозволете ми уште еднаш да се сретнам со директорот и да видам можеби делот некој од елементите внатре во терапијата дали се stignat ili ne, тоа ne možem da vi kažem danes, nemam informacije. I pyetur për mungesën e anesteziologëve në spitalin e Kumanovës, Aliu tha se kur ka nevojë dërgojnë. Theksoi se mungesë ka edhe në klinik, pasi siç u shpreh, përmes politikave dhe lidhjeve familjare në një fushë janë krijuar më tepër specialistë se sa duhet, e në fusha tjera mungojnë. Nuk do ta humb për shkak se anesteziolog tani është e vërtetë që nuk ka i punësuar full time atje, por ama nëpërmjet kontratave neve dërgojmë atëherë kur ka nevojë spitali që të mund të ekzekutohen edhe të bëhen operacionet. Pra nuk është vetëm në Kumanov, ne kemi sfida edhe brenda në klinik, ku nga një klinik shkojnë anesteziolog në klinikën tjetër. Ministri Aliu njoftoi se së shpejti do të jenë të lira edhe 300 vende pune për specializantët në profile të ndryshme ku do të ketë nevojë.